shkarkimit të një frustrimi, ndoshta sepse këtu reflekset e llogaridhënies kanë marrë fund. Nga ana tjetër Edi Rama për herë të parë ndodhet në një situatë ku nuk luan lehtëshëm me atë licencën për të vijuar me platformën e tij në emër të stabilitetit edhe nga ndërkombëtarët. Ti si ke parë një herë këtë përballje të Edi Ramës me Ambrozën, se le të themi është gazetare e një prej shumë të paktave media opozitare që kanë mbetur në këtë vend? Shiko, nuk është hera parë. Sigurisht që me Ambrozën pasi që shfaqje më radikale nga një gazetare që ka dhënë Rama deri më sot, por nuk është hera parë. Mbaj mendjen e kaluar për shembull një gazetare të News 24-s kur bënte pyetjen përse Klevi Muka. Ishte si hoq me një herë imunitetin në parlament dhe për Ballukun edhe prapë me atë nuk që deri në përjashtim, por ashtu veproi. Nuk është hera parë. Ajo që unë pres tani është ketë një reagim ndryshe nga gazetarët, një lloj solidariteti, por ashtu mendoj se raporti i jashtëm që dali i reporter pra kufiqe, zakonisht nga fundi i pranverës, nga prilli, do të integrojë edhe këtë gjë që është gjë shumë e rëndë, sepse është e palejueshme që të mbash një diskurs pro-europian dhe të sillesh si një autokrat. Sigurisht që u kujdes Rama që përshtimin mos ta bëte publikisht, e pastaj bërë në kulisa, por efekti njëri i njëjtë. Dhe ai që mbrit përshtypje bashkuar se u kap me një lloj fjalësh tek jo e thash për punën e rrugimit për drita, por ke edhe më të vonë akoma ke rastin e ndryshimit të ligjit për të burgosur në rast të parkingu në doppio dysh. Kështu që nuk vetë shkoj aq larg ke ditët para ditësh. Por që thjesht lë fjalësh kërkonte të fitonte kohë, të ndronte vëmendjen. Është Rama këto ditë të kohë shumë i kontraktuar dhe sot po dalin lajme të klasë që po flasin bashkë që në Vlorë ku ka qenë sot aty ka qenë shumë i nxehur, i rikosur dhe ka diçka që i peshon, se më lejon pak më shumë ta zgjeroj analizën. Patjetër. Kam përshtypjen se ai është duke menduar, mbasi unë gabohem, po që një moment pse jo zgjedh para koshme mund t'i shërbejnë edhe atij. Për të fituar kohë, për t'i vjedhur prapë ndoshta, dhe për të në gjithëve shikoni, unë jam i fortë të them të pse, sepse ta edhe kuptoj se si Rama kohët e fundit po jep atë imazhin e dikujt që kërkon të riangazhojë partinë e tij në zgjedhjet bashkiake të ardhshme. Jemi shumë herët, jemi një vit e 2 muaj përpara. Po. Edhe as mos është ky angazhim një lloj që thua një lloj kamuflimi, sheje e vënies partisë, që thua një blok zgjedhjesh në Palaroj, në front, por që të gati ndoshta për zgjedhje prakoshme. Është thjesht një ndoshta që them unë. Hipotezë. Sepse po arrim në një moment ku nuk mund të vazhdoj gjatë, kështu Shqipëria është sot në një krizë politike. A mund ta imponoj dot idenë e zgjedhjeve parakoshme përpara asaj të qeverisë teknike, se këtu konkurrojnë gjërat në rast se do të ndodhin. Po sigurisht, pastaj është një negociat mbrapa pastaj është negociat. Po që për mendimin tim ai nuk e skacon këtë mundësi sepse ju e pak për shembull për Tiranën, ai që është shumë i dëshiruar për të bërë zgjedhje parakoshme në Tiranë. A kuptohet me binën? Dhe tani kuptojmë pse deshte ta bënte në shtator, sepse në shtator kur Rama e kishte të gjitha djenit që po shtrëngohej shlaku rreth Ballukut, pra ndërmori 2 masa, e mori Ballukun në zonën e kryeministre, e dinte ai këtë gjë, sigur i jepte si thua një lloj shau, i jepte një proteksion dyfisht. Përveç proteksionit si mbrojtje si deputete, jepte edhe një mbrojtje si zotësh kryeministre, dhe në moment mbrapa pastaj sapo e mori zotësh kryeministre, hapi debatin për zgjedhjet parakoshme në Tiranë. Kështu që zgjedhjet parakoshme atë nuk e friksoi thosh. Në një mënyrë jo, zgjedhjet përkundrazi. Por Edi Ramën janë edhe këtu unë e çoj tani topin nga ana e PD-s, dhe për KPD-s, për shembull, KPD-ja lajmi kryesor sot që për shembull zgjedhja e brendshme PD, edhe PD-ja sot po përgatitet ajo, por dakord po, nëse për mendimin tim PD-ja sot duhet të zgjedhë strategjinë e saj. Sot ta shoh, me sa kuptoj, është që baza është e ndarë në 2 pjesë, një bazë që kërkon radikalizim, dhe një bazë që ndjek atë që vendos kryesia e PD-s. Dhe këtë duhet bëj sot kjo PD. Dhe
kujt ka të shkoj. Berisha foli sot dhe për kryengritjen që vijon, edhe për kryengritjen paqësorë, bërithirjen për 22 marsin. E tha për paqësorë. Jam dakord se po e tha paqësorë 1 dhe unë shoh reagimet në rrjetet sociale, por edhe vetë që kam qenë në emisione, që një sër njerëzish ishin pak të zhgënjur me atë reagim jo në nivelin e duhur ditën e 12 marsit. Domethënë nëse kishte një ditë që eksakt, nëse kishte një ditë kur kjo opozitë do të bënte namin, në thonjza, por atë që kam lexuar nga baza, ishte 12 marsi. 12 marsi këta të opozitës dogjën karriget para një viti gjysmë kur ishte kuar komisionet parlamentare, që si thuar si lejtmotiv ishte më i vogël se sa kjo e Ballukut. Dhe kjo është sot problemi, për mua problemi, këtë ka rëndësi kjo për PD, sepse Seramor ka një strategji për zgjedhjet parakoshme. PD do të mbaj presionin që zgjedhjet parakoshme realizohet një synim i joni, por zgjedhjet parakoshme me qeveri teknike. Dhe këtë ti mund ta realizosh vetëm me presion, sepse edhe mbaroj këtu ndërhyrjen, sot Berisha në konferencën Shqipi, sot qartazi që Gonzato nuk është aleat i opozitës. Atë e dinim, po sot dhe kundërshtar. Me dy vërejtje ndaj opozitës shqiptare surrealiste, e para që kjo opozitë shqiptare ju kundërvëka planit të integrimit Shqipërisë në BE, e thot Berisha, po e besoj. Dhe dyta që kjo opozitë shqiptare paska një agent maga e ka fjalën për LGBT të tjera. Besoj unë. Duhet të them që do të thënë që kjo kujdes, do të thonë që kancelaristë europiane merr ka mesazhin nga një ambasador, i cili nuk jo që duke llogarit fare presionin e PD-s, por përkundër thotë që PD nuk është partnerin. Prandaj për mendimin tim do kushtet do të mbajë presionin. Do të mbajë presioni dhe çdo gjë tjetër është kohë humbur. Edhe të rrish të shpresësh që spaku është kohë humbur sepse pra mbaroj këtu, jemi sot e hënë, okay? Po. Unë është akoma ditë pushimi në Shqipëri, është pushim zyrtar. Të çojmë nesër sepse për mendimin tim spaku do të qenë tashmë zyrtar, dosjen e rikthimit të kërkesës në parlament me një akuzë të re. Nuk ka të përse një javë spaku. Janë ka shumë gjëra që të gjitha këto gjëra, gjitha ato dyshime, gjitha këto hamendje të çojmë vetëm tek një konkluzion, kjo PD nuk do të heqë dorë nga presioni, nga raporti i forcës, dhe një herë me atë që thash, me ato dy dyozim në bazë, radikal apo jo radikal. Në fakt